Sa po folëm në fakt për pasigurinë në internet dhe për të rinj që janë gjithmonë e më shumë pjesë e rrjeteve sociale, shpesh herë edhe duke i keq përdorur ato. Por në këtë pjesë të fundit do të sillim rastin e një djali i cili ka vendosur të jetë shumë ndihmues në familjen e tij, duke qenë pjesë e biznesit, mund ta themi kështu, të familjes. Ai është bletërritës bashkë me babain e tij, një histori shumë e bukur. Në fakt duhet marrë edhe shembull ky djalë i cili sjell pikërisht atë që janë vështirësitë e një familjeje shqiptare. Unë do t'ju lë në shoqërinë e këtij materiali, ndërsa bashkë i takojmë sërish nesër. Mes shumëllojshmërisë së kurave popullore, mjalti rënditet i pari, duke qenë se ndër breza është përdorur për vetitë e tij kuruese. Për këtë arsye, shumë familje kanë zgjedhur që mjaltin ta kultivojnë vetë. E tillë është edhe familja e Fred Muskaj, ku të gjithë së bashku janë angazhuar në rritjen e kultivimin e bletëve. Kemi nisur në vitin 91 me 4 koshe bletësh. Sot kemi të regjistruara rreth 500 koshere, por si shikoni kemi ndarjet e reja, kemi filluar këtë punë pak më shpejt se vitet e kaluara. Natyra ndikon se jemi jo më shumë 7 kilometra nga Bregdeti i Semanit, të cilët na favorizon që të kemi një klimë e cila është shumë e rëndësishme dhe shumë e favorshme për bletarin tonë. Unë kam filluar duke parë rastisht djali nga gjyshi nga ana e nenës e ka motivuar, unë e kam pas domosdoshmëri për ta pasur, sepse më duhesh për të pasur një ndihmës dhe ai zakonisht e ka pëlqyer dhe më ka ndihmuar shumë, sidomos në prodhimin e mbretëreshave dhe qumshit bletës, sepse kanë një ca procedura të imësishme. Ai është i qetë dhe i bën më mirë se unë. Mes luleve të veçanta të natyrës, bletët punëtore arrin që të grumbullojnë mjaltin duke shëtitur në bimët më të veçanta të zonës, ku dërgohen nga i zoti i tyre. Të kesh një bletari me cilësi, duhet të përzgjedhur vendi. Mjalti cilësor, poleni, qumshi i bletës, propolis, duhet që të jenë larg fabrikave, larg staneve të baktive, larg banesave, pasi bleta merr ujin që është i domosdoshëm për të krijuar si mjaltin ashtu dhe qumshin e bletës. Këtu, si shikoni ju, kemi një park i cili merret më shumë me shtimin e kolonive të bletëve, për të cilën kemi aktivizuar edhe çunin, sepse normalisht mundësitë tona për të parë më mirë larvat e vogla nuk janë. Ky është një investim i familjar dhe i vajzës tonë, e cila edhe pse ndodhet jashtë shtetit, ka investuar këtu. Një nga parqet më të rëndësishme në cilin ne marrim mjaltin është parku i cili ndodhet në zonën e Dërmiut. Ai është një park ku ne shfrytëzojmë lulet e egra të kësaj zone, siç janë duke filluar që nga fillimi i pranverës, që është bima e Milosfagës, është Mersina, është Rigoni i egër, është çaj, është Tymusi. Është një nga mjaltrat më cilësor të zonës së Bregdetit, por është dhe mjalti i Shqopës Vjeshtake i shoqëruar me Rigonin e egër, me Trumzën. Janë disa bimë të cilat nuk ndodhen kudo, ndodhen në pjesën e qytetit Mesdhe, janë bimë mezetare, por shumë të rëndësishme dhe kurative për njeriu, sepse në rast se ne Rigonit i marrim lengun, bleta merr nektarin, është një gjë shumë e rëndësishme. Kemi edhe një park i cili ndodhet në zonën e kodrave të ultra të zonës së Mallakastrës. Qëllimi është sepse në këtë zonë është një bimë e veçantë që nuk ndodhet kudo, është bimja Mares, e cila ka një mjalt për nga vlerat kurative, është nga mjaltet më të mirë dhe ne jo çdo vit merret. Siç është kurativ për njeriu, ai është edhe shumë i domosdoshëm për vetë bletën, dhe bletët kur shkojnë në kullot në Mares gjithmonë dalin bletë cilësore.
E ky pasion duket se është trashëguar. Eugert Muskaj, ndryshe nga të gjithë bashkëmoshatarët e tij maturant, ka zgjedhur që kohën e lirë ta kaloj duke u kujdesur për bletët bashkë me babain e tij. Për vizionin e pasdites, ai ka treguar se si nisi gjithçka që kur ishte ende i vogël. Ky pasion që kam unë për bletët tani më ka nisë në një moshë të re, 10 vjeçare. Kur kam qenë i vogël, gjyshmi më merrte me vete mua, më çonte në për blet, edhe në ato kanë qenë hapat e parë për bletët. Pastaj në një moshë pak më të madhe, babai më ka marrë me vete nëpër punë për ta ndihmuar. E kjo ka qenë nisja ime me bletën. Ndër të gjitha proceset, Eugert i veçon atë që i bën më shumë përshtypje dhe shpjegon terapinë e veçantë me bletët. Përshtypje me bën që mëson rreth natyrës, shumëllëshmërisë së lulës, mëson se si krijohet mjalti, si e merr polenin bleta, si zhvillohet bleta. Nga këto që më ka bërë më shumë përshtypje është apiterapia, që merret oksigjeni nga kosheri i bletës dhe kalon në trupin e njeriu. Apiterapia funksionon, vendoset mbi kosherin e bletës dhe merret nga bleta, nga propolisi, nga qumshi i bletës, dhe kjo është shumë e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga azma. Kjo kalon nëpërmjet frymëmarrjes nga goja në trupin e njeriut. Por çfarë pëlqen më shumë në punën që bën me bletët? Më e vështiri, sipas mendimit tim, është bërja e mbretëreshave. Ajo që më pëlqen më shumë mua është përsëri bërja e mbretëreshave. Bërjen e mbretëreshave ne nisim duke parë nga ca koshere që ne kemi kontrolluar më përpara, që kanë pjellshmëri më të mirë, ne marrim larven prej atyre dhe i vendosim në koshere të tjera, edhe kur dalin mbretëresha ne i vendosim në nukleus të rinj. Edhe nukleuset bëhen në koshere të forta pastaj. Pasioni për bletët nuk ka kohë. Ne jemi gati gjithmonë kur ka nevojë bleta që ne të futemi punës. Mund të doj që në pikë të mëngjesit ose në darkë vonë. Se nuk ka kohë. Ne mund të paketojmë bletët sot dhe ne mund të çojmë në orën 4 të mëngjesit të çojmë në një vend tjetër për të marrë mjalt më të mirë. Në fillim kam patur edhe unë frikë si çdo person tjetër, po duke kaluar koha mësohet.